Zotja Bilaj, si keni parë zhvillimet e fundit në linjën e mesme, ultimatumin e Trumpit, por edhe deklaratat e tij që do ta bëj Iranin shkrumbehidhe dhe do ta rikthejnë epokën e gurit. A vlen këto paralajmërime, këto kërcënime, apo siç tha dhe Macroni që duhet jetë më i matur, jo dalë çdo ditë media për të bërë deklarata dhe show? Deklaratat presidenti Trump i bëri në datën 1 prill. Pra, i bie ditën e gënjeshtrave, me apo por Trumpi është njëri që nuk tërhiqet nga ato që deklaron dhe që vendos. Edhe që i ka hyrë një rrugë, ai do ta çojë deri në fund. Zgjidhjen e problemit në linjën e mesme, ai e ka marrë përsipër dhe jam i sigurt që do ta çojë deri në fund. Kështu që mbas fazës parë të bombardimeve ajrore, erdhi një ndërprerje që pritesh, që duhesh. Deri tani tek parashikimet tuaja, zoti Habilaj, tek parashikimet që ju keni bërë. Dhe tani po bëhen ultimatume njëri pas tjetrit, pritet që pas disa ditësh të skadojnë dhe këto tentativa për marrëveshje dhe bisedime dhe ultimatumi përfundimtar dhe zgjidhja përfundimtare e çështjes së Iranit është një bombardim masiv shumë më herë më i fuqishëm se ky që kaloi deri tani, sepse këtë fazën e parë ne mund ta marrim si paralajmërim se janë bërë dëme, po jo aq katastrofike. Ndërsa nëse Irani nuk do të ndryshojë nga idetë që ka për prodhimin e bombës atomike, përmbajtjen me mbështetje financiare, armatime ushtarake, politike, organizatat terroriste, në linjën e mesme dhe në gjithë botën, atëherë ai do përballet patjetër me një goditje ajrore masive mbi gjithë sistemin elektroenergjetik të vendit. Kështu që goditja do përfshijë termocentralet, stacionet e transmetimit në stacionet dhe të gjitha hallkat e rëndësishme industriale për ta shkatërruar komplet sistemin energjetik dhe industrial të Iranit. Një goditje të parë dha duke shkatërruar urën më gjatë, ndoshta edhe për simbolik. Kjo goditje po llogaritet po bëhet gati dhe në rast se bizetimet nuk do të japin rezultat, do të realizohet, do vihet në realitet. Kjo do jetë një fatkeqësi për Iranin. Ajo klika politike e Iranit, në qoftë se nuk ndryshon dhe nuk i thret mendjes me një fjalë që të gjejë një zgjidhje paqësore, ajo po merr në qafë vendin, po merr gjithë popullin në qafë, sepse goditja llogaritet që do të jepet një herë në një kohë për 3 javë, maksimumi 3 javë. Do jetë shumë herë më fuqishme se goditja e dhënë deri tani. Do angazhohen aeroplan të tjerë që nuk kanë hyrë në skenën e luftimit deri tani. Bombarduesit e fuqishëm, strategjik, me rrezik të largët veprimi e të tjera. B-2 keni fjalën si në luftën 12 ditore që shkatruan malin të uraniumit. Po, pra, do të jetë një goditje intensive shkatërruese. Dhe duke llogaritur që Irani mund të ketë një 200 termocentrale me gaz e me naftë, e disa qindra termocentrale të vegjël lokale, gjitha këto do dalin jashtë loje. Industria do kalojë në zero, kuptohet se pa energji elektrike nuk mund të punojë asnjë lloj sistemi, nuk mund të punojë asnjë familje, pik muhabeti, dhe ky kërcënim, domethënë, është megjithmonë e çon Iranin në epokën e burit. Atëherë, duke llogaritur që gjatë goditjes, që parashikohet që mund të jetë deri në 3 javë, do të goditen 8.000 deri në 10.000 objekte të tilla të ndryshme, Irani kthehet megjithmonë në epokën e burit, atje ku thotë Trumpi. Tani
është në dorën e politikës së Iranit që të vendosi se çfarë do bëj. Do ta sakrifikoj popullin dhe vendin dhe ta kthej në një objekt ose në një shkretëtir dhe do t'i duen të paktën 20 vjet mbas kësaj goditje që ta rikthej në këtë nivel. Do të harxoj triliona dollar për të riparuar dëmet që do të bëhen. Edhe në fundit përse se një klik që drejton vendin nuk pranon që t'i preken interesat e veta. S'kan gjendë di as me Ayatollahun e ri, sepse akoma nuk është dukur gjykundi. Ayatollahu i ri është, domethënë, sipas të dhënave të ndryshme deri tani, është po aq ekstremist sa ata të tjerë që e rrethojnë. Të paktën në dukje kështu është, përderisa dhe bisedimet po zvarriten dhe pa dhënë asnjë shenjë të një marrëveshje paqësore ndërmjet dy vendeve. Mbas kësaj goditje, nëse do ndodhi, Irani nuk është më në gjendje si shtet, as për rezistencë, as për politikë ndërkombëtare, edhe për shumë probleme të tjera. Do t'i duhet të riparoj këto dëme katastrofike të cilat thash që do të... Zotë Abilaj, por nga krahu tjetër mund të flasim edhe për dëme që Irani ka shkaktuar në Izrael, plus që rrëzoi 2 avione F-35 amerikan, për njërin po bëhet lufta për gjetur pilotin, ndërkohë që në Izrael, po sipas një pjesë të mediave, ka dëme realisht që ka shkaktuar Irani. Në Izrael ka dëme, ka në Kuwait, ka në të gjitha ato zonën aty, po më tepër ka në Izrael. E ka bërë çorap në fakt, e ka në flak gjirin aty, sepse edhe Dubai pasanikët u larguan, turizëm nuk ka më, frika është e madhe. Pasanikët largohen me një herë. Sa dëgjojnë një bombë që bjen një 10 kilometra larg, ata ja mbasin se nuk e kanë problem, ikin prej Katarit apo Emirateve të Bashkuara, shkojnë në Zvicër, shkojnë në Amerikë, edhe nuk u mungon asnjë gjë dhe nuk i kanë problem. Ata ikin të parat, ata fugarejnë të rrinë aty. Bomba do bjen mbi ata. Izraeli ka dëme, po kryesisht janë dëme ndërtimore. Ndartesa, banesa të ndryshme, popullat. Jo, në popullat janë shumë pak. Domethënë janë shumë mund të jenë tani disa dhjetra të vrarë të plagosur. Nuk është ndonjë dëm i konsiderueshëm, llogarit që ke një luftë masive. Dhe nga ana amerikanëve janë 10-15 veta të vrarë të humbur. Edhe janë rrëzuar 2-3 aeroplan. Është gjithë kjo luftë. Flota ajrore dhe detare e Iranit është i shtukur, ndërsa Amerika ka humbur 2-3 aeroplan. Ky aeroplan që rrëzua dia par dia Avax është nga ata aeroplanët e zbulimit elektronik. Në fundit do rrëzojnë ata një aeroplan. Por nuk përbën asnjë gjë për 600 aeroplan që janë të angazhuar në operacionin ajror nga ana Amerikës në Iran. Tani, në fazën e dytë, nëse do vihet në veprim, do të ketë një numër akoma më të madh avionesh. Po komandot, mund të llogaritën që mund të futen në Iran pra ushtarët, mund prekën nga ushtarët, ne kemi diskutuar edhe herë tjetër. Apo Trumpi do godas nga lart. Do të jetë vetëm goditje ajrore. Nuk ka goditje sulm toksor. Për shumë arsye. Në një sulm i vogël toksor, në një grupe të vogla aerodesante mund të ketë forca speciale, grupe që hidhen për probleme të ndryshme, për të zgjidhur një çështje taktike në varësi të situatës që krijohet. Për të kapur në një ishull apo në një pozicion ku janë... Mos ishullim kardë që është pikë kyçe pranë ngushticës Hormuz. Ajo mund të merret me anë të desantëve ajror. Ajo po do jetë një operacion i vogël. Ai është një ishull që do dojë një njësi të vogël
ajrore për të cilat amerikanët i kanë gati, ato nuk e kanë problem. Por nuk mund të quhet mësymje toksore. Është thjesht një operacion në mbështetje të të gjithë situatës luftharake që po zhvillohet aty. Zoti Abile, ju si mendoni, a e futi Izraeli në kurth Amerikën dhe një pjesë e analizëve ndërkombëtare mendojnë që Amerika nuk po gjen dot Trumpi një rrugë për të dalë nga lufta me dinjitet, pra me fitore realisht. Ju si mendoni? Trumpi nuk kërkon rrugdalje. Trumpi kërkon të zhduk terrorizmin iranian që është kërcënim edhe për Amerikën, edhe për lindjen e mesme, edhe për Evropën.